Moti përvëlues godet Europën, temperaturat pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Europa po përballet me një valë ekstreme të nxehtë dhe me temperatura që pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në disa vende gjatë fundjavës. Autoritetet meteorologjike kanë lëshuar paralajmërime për disa qytete kryesore, përfshirë Parisin dhe Romën, ndërsa në Greqi tashmë janë raportuar shpërthime zjarresh të shkaktuara nga thatësira dhe temperatura të larta. Zëdhënësi i zyrës meteorologjike britanike Stephen Dixon deklaroi se pjesët jugore dhe perëndimore të Europës po përjetojnë një valë të fuqishme të nxehtë e cila po shtrihet drejt rajoneve juglindore. Temperatura pritet të arrijë 5 deri 10 gradë Celsius mbi normalen, mjaft gjerësisht në Europë, me potencialin që disa vende të arrijnë rreth 40 gradë Celsius në juglindje dhe ndoshta edhe më të larta në pjesë të Iberisë nga e premtja, duke sfiduar me shumë gjasa disa rekorde të qershorit, tha ai.